Të dashur shqiptar, ky është zbulimi më i hidhur që kam bërë në jetën time, është emri i Epirit dhe është krijuar në shekullin e 3 para erës sonë. Aty nga viti 320, më saktë, është lidhja epiriote, e cila quhet aperiotan në monedhat e Epirit. Pra emri i Epirit është interpretimi i Atikës dhe i Athinës të dialektit dorik të folur në Epir, ku është folja gnosko që ka dhënë njoh në gjuhën shqipe. Këtë zbulim e kanë bërë vëllezrit Vlashi dhe e kanë botuar në fjalorin e parë etimologjik në botë në shekullin e 15 në Itali. Kjo është origjina e fjalës së Epirit. Çdo thot koinona periotan, do thot koinoja e aperiotëve. Çdo thot aperiot. Apeira është një vend imagjinar, i largët, jo konkret. Nga ky vend, që është vendi i vdekjes, vjen Euromedusa. Çfarë është Euromedusa? Vjen nga euro e gjerë dhe Medusa është perëndia Medusës, me flokët me kokë gjarpri. Koka e Medusës është në mburojën e Athinës. Kjo është perëndi e nën tokës. Apeiros do të thot pafund. Kozmosi pafund, errësira pafund, toka e vdekjes. Kjo është feri. Medusa ose Euromedusa ju përket disa perëndive helene që quhen graja, gra me flokë të thinjura. Në këtë kategori hyn edhe Demetra, perëndia e tokës, Demeter, dhe tokë, meter, nënë, në gjuhën dorike. Dhe tani, ngjashmëria shqipes me gjuhën dorike është kaq e madhe sa që duhet të shikoni të gjithë filmat e mi që të bindeni, jo vetëm fjalën Demeter. Pra, kjo Euromedusa vjen nga një tokë e panjohur, nga toka e errësirës, jo nga Epiri. Dhe është përmendur vetëm një herë tek Odisea, është në librin e 7. Është përmendur një herë kjo fjalë. Është neologjizëm. Është një lloj sikur shkrimtari ynë i njohur Ismail Kadare ka bërë shumë neologjizma. Për shembull, ai ka shpikur fjalën nën kres për të zëvendësuar fjalën turke Yaztek. Merreni me mend, sikur një grek ta pëlqej shumë pallatin e ëndrave dhe të krijoj një toponim me fjalën nën kres dhe mbas 2000 vjetësh të luftojnë grekët dhe shqiptarët për këtë toponim, të përgjaken me njëri tjetrin. Shqiptarët do thonë nën kres është diçka imagjinare shpikur nga Homeri ynë Ismail Kadare. Grekët thonë jo, kjo është fjalë greke nga kara që i thonë edhe kokës edhe bririt. Është vërtet fjala krye do thotë edhe kokë edhe bri në dialektin dorik, por edhe në dialektin ionik, por edhe në shqip. Pra, ky neologjizëm i shkrimtarit të njohur Homerik Kadare mund të bëhet në të ardhmen moll sheri midis grekërve dhe shqiptarëve mbas 2000 vjetësh. E njëjta gjë ka ndodhur me emrin Apeiros, që do të thotë i pafund. Dhe në gjuhën e Homerit është Apeiraios, është mbiemër. Nga ky mbiemër ka lindur Apeiros. A do thotë jo, ose pa në gjuhën greke, dhe peiran do thotë në fakt kufi. Apeiran do thotë pa kufi, pa fund, pa limit. Nuk gjej dot fjalë. Ç'është më keqja, poemat e Homerit janë abetare. Edhe Iliada, edhe Odisea janë bërë me 24 kapituj dhe në vend të numrave janë vënë shkronjat e alfabetit të vendosura në Aleksandri, në Egjipt. 24 shkronjat e alfabetit grek që përdoren dhe sot e kësaj dite. Dialektet e tjera kanë më shumë shkronja.
ose më pak shkronja 24 kanë mbetur që nga periudha e Aleksandrisë në Egjipt. Aleksandria u pushtua nga trupat maqedone dhe atje u vendos gjuha greke dhe libraria e Aleksandrisë dhe atje u redaktuan poemat e Homerit dhe Apeiros nuk është përmendur në Iliad, por është përmendur vetëm një herë në kapitullin e 7 tek Odisea. Këtë zbulim duhet ta kishin bërë grekët, por grekët nuk kanë lexuar as Iliadën dhe as Odisean. Shqiptarët kanë lexuar vetëm Iliadën, unë kam lexuar gjithashtu dhe Odisean, prandaj bëre këtë zbulim. Studja e etimologjisë ka nxjerr origjinën e shqiptarëve nga një fjalë që ajo ka gjetur në Iliad, Pelazgjia, lugin në Thesali. Po të kishte lexuar Studja, pikërisht Odisean, gjë që kanë bërë ilirët, ata kanë lexuar Odisean, i ka pëlqyer më shumë se Iliada, edhe ilirët kanë zgjedhur një lloj si Studja, Pelazgjina, ata kanë zgjedhur Apeiros. Ju ka pëlqyer shumë kjo fjalë, ky neologjizëm, do thot bota e nëndheshme, universi pa kufi, bota e errësirës, prej nga vjen Euromedusa, Medusa e gjerë, që u përket kategorisë së prendeshave graja, gra me flokë të thinjura. Medusa paraqitet si një përbindësh me flokë gjarpri. Do ta shikojmë bashkë. Pra veprat e Homerit nuk janë veprat e një të verbri. Jo vetëm që nuk ishte i verbër, po Homeri duhet kishte 4 sy për të parë edhe elementet e Iliadës edhe të Odiseas. Që të dyja këto poema janë kompakte, kanë 24 kapituj. Janë kopje të njëra tjetrës. Njëra flet për luftën e Trojës, tjetra flet për kthimin e luftëtarëve helen, për në Greqi. Dhe në Iliad nuk ekziston fjala Apeiros fare, dhe as Epeiros. Kjo fjalë ka lindur midis shekullit të 3 dhe të 4 para erës sonë. Pikërisht atëherë kur u ngrit në të njëjtën kohë, rreth viteve 350, biblioteka e Aleksandrisë. E kuptoni apo jo çfarë ka ndodhur? Po të kesh pak tru si shqiptar, ka ndodhur fenomeni Kocaqi. Por para 2350 vjetësh. Ilirët, një lloj si botuesja e shtëpisë Dodona, kanë pëlqyer Odisen dhe jo Iliadën, dhe ata marrin një varg nga Odisea dhe e bëjnë emrin e vendit të tyre, kujtojnë se është vend konkret. Vepra e Iliadës dhe Odiseas janë vepra artistike, jo vende konkrete. Atyre ju pëlqen kaq shumë Odisea sa e vendosin ta bëjnë Apeiros vend imagjinar në një vend konkret, Epirin. Dhe nuk i kanë thënë Epir, por Apeiros. Kanë kopjuar Homerin pik për pik dhe kanë vënë në monedat e tyre madje. Në monedat e tyre është Aperiotan, nga vargu i Homerit. Pra vërtetohet teza ime, që e kam thënë që në vitin 2004, që ilirët kanë lexuar poeman e Iliadës dhe të Odiseas dhe kanë marrë emrat e personazheve mitologjik dhe i kanë bërë emra fisesh, i kanë bërë emra qytetesh dhe nuk ka patur pushtim të Ilirisë nga trupat helene, se s'ka një luftë të tillë, nuk ka perandori helene, por ka patur pushtim kulturor. Janë magjepsur shqiptarët me poemën e Odiseas më shumë se Iliadën. Dhe kanë vënë emrin e të gjithë vendit të tyre Apeiros. Në dialektin e Atikës kjo ndryshon në Epeiros. Kjo ka ndodhur. Kjo është për të qarë. Kjo quhet sëmundja Kocaqi. Sëmundja Kocaqi ka prekur shqiptarët sot. 99% e shqiptarëve besojnë që janë pelazg, nga një varg i vetëm i Iliadës, dhe 99% e shqiptarëve në vendin e albanëve befasohen nga Odisea dhe marrin një varg të Odiseas dhe ja vënë vendin e tyre Apeiros. Dhe janë derdhur lumen gjaku
një lloj sikur do derdheshin lumej gjaku për nënpunësin e pallatit të ëndrave, që është vepër imagjinare e poetit Ismail Kadare. Kjo quhet çmenduri, sëmundja Kocaqi. Magjepsja me veprat e Homerit ju ka ndodhur shqiptarëve 2350 vjet më parë, të dashur shqiptar. Është e tmerrshme që historia përsërit vetveten. Ta shikojmë. Të dashur shqiptar, ka ndodhur një fenomen jashtëzakonshëm, jo vetëm shqiptarët, por gjermanët gjithashtu janë ndikuar nga Odisea, siç e shikoni, armenët gjithashtu, dhe është përhapur në të gjitha fiset gjermanike, anglosaksone, emri i Epirit. Dhe nuk është fjalë indo-europiane. Kjo është gjë më e bukur. Është një fragment nga poema e Odiseas që do të thotë vend pa fund, vend pa limit. Madje ka shkuar deri në gjuhën sanskrite, deri në Indi ky koncept. Është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, veprat e Homerit nuk janë gojdhënat e një poeti të verbër, Iliada dhe Odisea janë abetare, ku çdo kapitull është përfaqësim i një shifre, e një shkronja është shifër gjithashtu në gjuhën greke. Librat e Homerit nuk janë as pak legjenda gojore të një qorri që banonte në Azinë e vogël, por të një grupi poetësh të sprovuar në Aleksandri në Egjipt. Me të gjitha studimet që kam bërë unë, fjala Homer ka kuptimin pengjet në greqisht, pengu. Nuk është njëri konkret. Pra jo vetëm që Homeri nuk ka qenë i verbër, por në verbën e tij ka shpjegime etimologjike të emrave të Ilirisë dhe të ishëve pranë Ilirisë. Secili nga 24 kapitujt që përkojnë me renditjen e gërmave të alfabetit në Aleksandri, janë pikërisht kapitujt e Iliadës dhe Odiseas në të njëjtën kohë, 24 kapituj, dhe emri e Pirit ka lindur në Odisea në kapitullin e 7, shkronja H, që përkon me heta në gjuhën greke ose numri 7, dhe nuk përmendet në Iliad, por vetëm në Odisea. Ky është fragmenti ku është përmendur vetëm një herë Aperion, që do thot vendi pafund, prenga vjen, perëndia e tmerrshme e Medusës ose Euromedusa. Ja këtu ku është, do ta shënoj. Euromedusa është një tokë fjalësh, eure do të thotë gjerë dhe medusa është përbindësh me flok gjarpri. Koka e Medusës ishte në mburojën e Athenës për të larguar pikërisht syrin e keq dhe djallin. Tani unë kam vënë këtë në rënjë 1485, siç e shikoni. Gjë më qesharake është se kjo fjalë është përmendur për herë të parë nga Homeri, ndoshta, por sipas ligjive fonetike të dialektit dorik, kjo fjalë është përmendur për herë të parë nga Pindari, më herë se sa Homeri. Pra, Pindari ka jetuar më vonë se Homeri. Të dashur shqiptar, ky është zbulimi më i kopshëm që kam bërë në jetën time. Fjala peiras ka kuptimin kufi, fund, ka dalë për herë të parë tek poeti Pindari, i cili ka jetuar më pas se sa Homeri. Pastaj është krijuar një variant tjetër, peirar, në gjuhën e Homerit. Po kjo fjalë peirar flitet në Epir, aty është gjetur. Pra Homeri vjen nga Epiri, nga Apeiros. A kuptoni apo jo? Ka folur dialektin dorik, origjinali, Homeri. Nuk ka patur Homer në Azinë e vogël. Homeri vërtet ka lindur mbas Pindarit. Tmer o tmer. Dhe Apeiras do të thot pa kufi. E sigurt, pa fund. Përdoret si koncepti botës së nëndheshme nga vjen Medusa, siç e pat dhe vet. Nuk është vend konkret, është bota e përtejme. Ferri, grek, quhet Apiraios. Dhe kjo merret pra nga një varg i vetëm i Odiseas, merret nga ilirët në
vendin tonë të bukur të albanëve, me kryeqytetin Albanopolis në Albanët, Arvanitas në Greqi. Dhe ne me dëshirën tonë marrim dhe vënd toponime emra grek nga Iliada. Është e sigurt sepse kjo është përdor vetëm një herë. Absolutisht në historinë e njerëzimit, apeiros është përdorur absolutisht vetëm një herë dhe kjo fjalë ka shkuar deri në Indinë e vjetër. E kuptoni apo jo? Çmendurin e fjalorit të gjuhëve indo-europiane, pra nuk ka gjuhë motra, fjalët greke kanë udhëtuar në fiset gjermanike, në fiset armene dhe tek arianët e Indis. Është e saktë, e plot, nuk ka burim tjetër, është burimi i Iliadës dhe i Odiseas, më saktë Odiseas. Një varg i vetëm është për origjina e fjalës pafund, pa kufi, apeiros, dhe kjo në dialektin e Atikës, në Athinë bëhet epeiros. Dhe sot shqiptohet Ipir. Epirus është epiri në greqisht. A kuptoni ju apo jo se çfarë është kjo çmenduri? Dhe në emër të Epirusit është ndedhur një det me gjak midis grekërve dhe shqiptarëve këto 2400 vjetët e fundit. Jemi përleshur kot për një varg që ilirët e kanë pëlqyer kaq shumë dhe kanë vënë si emër të vendit të tyre, që quheshte Prygia ose Bregu në shqip. Edhe sot e kësaj dite kështu quhet Bregu, pranë Himarës. Bregu, fjalë shqipe. Ky është emri i Shqipërisë, Bregu. Jemi bregdetar, pranë bregut, neve gjithmonë këtu kemi jetuar. Ne vetë kemi ndryshuar identitetin ton, kaq shumë na kanë pëlqyer veprat e Homerit, që janë shumë të bukura dhe mua më pëlqejnë. Kjo quhet fenomeni Kocaqi. Kocaqi ka lexuar Iliadën, të përkthyer në shqip, merr emrin e Pellazgjisë dhe na bën ne Pellazg. Pa patur asnjë lloj kuptimi në shqip, kjo fjalë. Është lugina e Thesalis në Greqi. Po pse nuk i quan ajo shqiptarët Arvanitas nga Arbana, që vjen nga Alban dhe Albanopolis, që është e sigurt që e thon të gjitha burimet e lashta, edhe të reja, deri në mesjet, Alban, Arvanitas, turqit na quajnë Arnaut. Është e njëjta fjalë e përdorur në shekuj. Arbreshët të quajnë veten arbresh. Kjo është e palejueshme që një njeri me probleme të shëndetit mendor të lexojë Odisean dhe ta quajë vendin ton Apeiros, dhe ne të derdhim gjak për këtë fjalë. Dhe një tjetër e sëmur mbas 2400 vjetësh, të njëjtin vend e quajmë Pellazgji. Nga një varg tjetër i Iliadës. Deri këtu ka arritur kufiri i zhvillimit mendor të shqiptarit. Grekët ne na quajnë drilon, do thot organ mashkullor, janë emra fyes për ilirët. Dhe ka mbi 20.000 shqiptar me emrin Drilon dhe është dhe krahina Drilon në Shqipëri. Deri këtu ka arritur, a? Organ mashkullor quhet një pjesë e mirë e Shqipërisë, Drilon, dhe aty ka kaluar pushimet udhëheqësi i madh Enver Hoxha dhe askush nuk i ka thënë atij që kjo fjalë do të thot organi që ke aty, që po prek tani, o i sëmur mendor, që i thua vendeve me emra grek i thua ilir dhe shqiptar. Janë emra grek të marrë nga Iliada dhe nga Odisea, që si ka lexuar asnjë shqiptar. Asnjë. Ju falenderit për vëmendjen të dashur aperiotë. Ja shikoni monedhën origjinale dhe ditën dhe datën kur u krijua ky emër, nga emrat e Odiseas, Apiras, së është merë. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni para syve tuaj është aperiotan, me simbolin e Rufes në të djathtë dhe simbolin e Zeusit në të majtë. Dhe ky emër është marrë drejt për drejt nga poema e Odiseas.
dhe ka kuptimin toka pa kufi ose toka e ferrit. Vendi nga vjen Euromedusa, për atë zot që është në qiell, është përmendur vetëm një herë në të gjithë letërsinë e lashtë helene tek Odisea. Shikoni mirë të dashur shqiptar, sepse ka ndodhur i njëjti fenomen me sëmundjen Kocaqi. Ilirët janë sëmurur, duke lexuar Odisean, ju ka pëlqyer shumë dhe kanë marrë një varg të Odiseas dhe kanë bërë emrin e vendit të tyre. Po ashtu emrat e të gjitha qyteteve ilire janë emra grek të zgjedhur nga Iliada dhe Odisea. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.